Tregtarët e pandershëm. Bera bin Azib radiallahu anhu transmeton se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: padyshim që tregtarët në ringjallje do të konsiderohen njerëz të pandershëm dhe të prishur, përveç atyre që e kanë pasur frikë Zotin, kanë qenë bujar dhe të sinqert. Mubarek Furi, Allahu e mëshiroft, në shpjegimin e Tirmidhiut thotë: përveç atyre që e kanë pasur frikë Zotin, domethënë që nuk bëjnë gjunahe në tregti, qofshin të mëdha apo të vogla, nuk mashtrojnë dhe nuk janë të pandershëm. Kanë qenë bujar, domethënë që e kanë toleruar njerëzit në tregtin me ta për shkak të mirësisë që i karakterizon, të sinqert, domethënë që janë besnik dhe thonë të vërtetën kur flasin dhe kur betohen. Kadi, Allahu e mëshiroft thotë, janë konsideruar të prishur për shkak se zakoni i tregtarëve është mashtrimi në tregti, përpjekja për promovimin dhe shitjen e mallit të tyre me çdo lloj mënyre, qoftë dhe me betime të rrejshme. Janë veçuar prej tyre ata që i ruajnë haramit, që janë të ndershëm, janë të sinqertë në betime dhe në fjalë. Për shkakun e konsiderimit të tyre si të pandershëm, të poshtër dhe të prishur është se ata përlyhen me betime të rrejshme dhe me thyerjen e premtimeve. Për këtë tregon dhe hadithi transmetuar nga Abdurrahman bin Shibl nga profeti sallallahu alaihi wasallam që ka thënë: padyshim që tregtarët janë njerëz të prishur. I thanë: u i dërguari i Allahut, a nuk e ka lejuar Allahu tregtin? Tha: patjetër që e ka lejuar, por ata kur flasin gënjejnë, betohen rrejshëm dhe bien në gjunahe. Gjithashtu duhet ditur se tregtia është nga mundësitë më të mira për të ardhura dhe fitim për njerëzit e ndershëm dhe bujar. Tregtari i ndershëm dhe i sinqert ka shpërblime të mëdha nga Zoti i gjithësisë. Në një hadith të transmetuar nga Ebu Sejd el-Hudri radiallahu anhu, profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: tregtari i ndershëm e i sinqert do të jetë me profetat, me besnikët dhe dëshmorët.